A do të bien vërtet çmimet në Tiranë? Kjo në fakt është një pyetje që po bëhet më së shumti në gjatë kohëve të fundit dhe në fakt po aludohet dhe po pretendohet edhe nga blerësit, kemi vënë re këto kohë që mendojnë se çmimet po do vi momenti që çmimet do bien në Tiranë. Në fakt, duke parë disa faktorë siç është rritja e investitorëve të huaj në Shqipëri, promovimi i Shqipërisë jashtë vendeve në rajon, po edhe në Europë. Dhe gjithashtu duke parë që klientët blerës me blerje me financim me kredi po shtohen dhe po rriten, mendoj se është një situatë ku nuk do jetë një periudhë ku do vinë ulje të çmimeve në Tiranë, por do vazhdojë ende rritje. Ndoshta për këtë periudhë mund të ketë një stepje momentale dhe një stabilizim të çmimeve, duke parë që edhe qeveria po harton dhe po merr disa masa në një mënyrë që t'u ofrojë blerësve një siguri më të lartë në treg. Kjo periudhë mund të sjellë stabilizim, por mbas disa viteve, atëherë do të sjellë sërish një rritje, unë mendoj, të konsiderueshme të çmimeve në Tiranë, por gjithashtu edhe në Shqipëri.